Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kur mos e injoroni këtë dhimbje në këmbë, ja se çfarë paralajmëron. Dhimbja e këmbëve nuk është e pazakon nëse keni qëndruar në këmbë për shumë orë, sepse keni pasur një ditë jashtëzakonisht aktive, por nëse vazhdimisht të vëreni se i ndjeni këmbët të rënduara dhe të fryra, ju mund të keni të bëni me një problem shëndetësor. Fajtorët e mundshëm mund të jenë të shumtë dhe disa mund të lidhen edhe me problemet e venave tuaja. Sipas Health.com do të rendisim disa nga faktorët kryesor përse vazhdimisht keni dhimbje të këmbëve. Ju mund të vuani nga varicet. Varicet mund të bëjnë që këmbët tuaja të dhembin, të jenë të rënduara, të kruhen dhe veçanërisht pasi uleni, ose pasi qëndroni në këmbë për orë të gjata. Sindroma e këmbëve të lodhura mund të jetë një arsye. Sipas ekspertëve të shëndetit, kjo sindromë mund të krijojë ndjesinë e pakëndshme të dhimbjeve ose pulsimit që largohet vetëm kur lëvizni këmbët. Shqetësimi është më i zakonshëm gjatë natës kur jeni ulur ose shtrirë. Po stërviteni shumë. Nëse vazhdimisht ndjeni këmbët të rënduara ose të ngurta ose të lodhura dhe nuk ndiheni mirë edhe pas pushimit, mund të keni të bëni me sindromën e mbivendosjes. Ajo karakterizohet nga ndjesia e lodhjes ose djegjes së bashku me përkeqësimin e performancës suaj dhe mund t'i ndodhë kujdo që e tepron me stërvitjen. Keni limfadem. Problemi buron nga grumbullimi i lëngjeve të tepërta limfatike, i cili shkakton entje dhe rëndes të këmbëve. Mund të ndodhë në këmbë ose në krah, edhe më së shpeshti shfaqet te personat që janë në nënshtruar operacionit, rrezatimit ose kimioterapisë. Në disa raste mund të prek edhe personat që janë të shëndetshëm. Kjo gjendje ndodh kur venat kanë probleme me dërgimin e gjakut nga këmbët në zemër. Gjendja mund të shkaktohet edhe nga një pikësie e gjakut në këmbë, por mund të jetë gjithashtu një shenjë dëmshme e rrezikut të lartë nëse keni obezitet, jeni shtatzan ose keni një histori familjare të ngjashme. Një tjetër arsye mund të jetë obeziteti. Obeziteti mund të ushtrojë presion shtesë mbi venat tuaja, gjë që mund të rrisë rrezikun e problemeve si venat dhe si pasojë të shkaktojë rëndes të këmbëve. Keni të bëni me një problem me shtyllën kurrizore. Stenoza spinale prek më shumë të rriturit mbi 60 vjeç dhe shkakton ngushtime të kanalit kurrizor, i cili shkakton dhimbje të shpinës dhe në këmbë. Mund të keni sëmundje të arterieve periferike. Ndodh kur grumbullimi i pllakave në arterie bën që enët të dërgojnë gjakun nga zemra në këmbë dhe të ngushtohen. Kjo mund të shkaktojë dhimbje, rëndes dhe dobësi të këmbëve. Mungesë në vlera ushqyese. Nivelet e ulta të vitaminës D, magnezi dhe vitamina B12 mund të shkaktojnë dhimbje të këmbëve ose një dhojë rëndese. Për të lehtësuar këtë problem, vishni çorape që shtrëngojnë butësisht këmbët tuaja për të ndihmuar gjakun të lëvizë nëpër vena në mënyrë më efikase. Ato mund të jenë të dobishme për të reduktuar ose parandaluar entjen, veçanërisht për problemet e lidhur me venat, si pamjaftueshmëria venoze. Mbështetja e këmbëve në një astëk mund të ndihmojë që gjaku ose lëngjet e grumbulluara të largohen nga këmbët dhe të lehtësohen entjet. Të qenit aktiv mund të inkurajojë qarkullimin më të mirë të gjakut. Kripa ose natriumi bën që trupi juaj të mbajë më shumë ujë. Kjo mund të nxjisë edhe entjet në këmbët tuaja. Arritja e një peshë të shëndetshme mund të zvogëlojë rrezikun për problemet që mund të kontribojnë në rëndimin e këmbëve, duke përfshirë limfademën, venat me variqe dhe pamjaftueshmërinë venoze. Nëse rëndimi i këmbëve po ndikon në cilësinë e jetës suaj, ju me patjetër duhet t'i drejtoheni mjekut për të marrë një trajtim të specializuar dhe për të parë nga afër shqetësimin përse po ndodh. Shumë gra vuajnë nga entja e këmbëve. Këto entje mund të shfaqen veçanërisht pasi keni kaluar periudha të gjata kohore në këmbë ose ulur, por her pas here mund të jetë gjithashtu një flamur i kuq për qarkullimin e dobët të gjakut ose për probleme të tjera për shëndetin. Nëse kjo gjendje është e përsëritur, sigurohuni që të bëni një takim me mjekun tuaj. Sipas Brightside, do të sjellim disa këshilla që mund të zbatoni menjëherë për këmbët tuaja. Koha për të dalë dhe për të filluar lëvizjen. Sipas ekspertëve, duhet të bëjmë të paktën 30 minuta stërvitje çdo ditë. Kjo jo vetëm që do të na mbajë në formë, por gjithashtu do të përmirësojë rrjedhjen tonë të gjakut. Aktivitete të tilla si vrapimi, ecja mund të ndihmojë në rritjen e qarkullimit më të mirë të gjakut. Pini çaj ose lëng.
Pini çaj të zi ose jeshil, kjo pije popullore bën shumë më tepër se sa t'ju mbajë të ngrohtë gjatë mëngjesave të ftohta të vjeshtës. Ajo përmban antioksidantë që ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Pra, pini një filxhan para se të shkoni në vrap në mëngjes, trupi juaj patjetër që do t'jetë mirënjohës. Lëngu i panxarit. Kombinoni vitaminat dhe mineralet dhe antioksidantët e këtij lëngu dhe bënia të pijen tuaj për të nisur ditën. Pirja e rregullt mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe rrjedhimisht çdo efekt anësor që lidhet me këtë gjendje. Lëngu i shegës. Duke qenë i pasur me antioksidant, ky frut rrit qarkullimin e gjakut. Ai është gjithashtu i ngarkuar me vitaminën C, e cila ndihmon sistemin tonë të qarkullojë gjakun duke forcuar enët e gjakut. Bëni një masazh. Gjeni pak kohë gjatë ditës tuaj të ngarkuar për të përkëthelur veten me një masazh. Mund të bëni veten edhe të kërkoni një specialist të masazhit. Përveç ndjesisë së relaksimit, do të stimulojë qarkullimin e gjakut dhe lëngu limfatik që qarkullon më lehtë nëpërmjet trupit tuaj. Shtoni ushqime të shëndetshme në dietën tuaj. Ushqimet e shëndetshme ofrojnë nivele të larta të lëndëve ushqyese. Edhe pse nuk ju mbrojnë nga sëmundjet kronike, ato janë shumë të dobishme për shkak se janë të pasur me antioksidant, fibër dhe acide yndyrore. Peshqit, yndyra si salmoni dhe skumbri janë burime të shkëlqyer të acideve yndyrore omega 3. Këto yndyra ndihmojnë në qarkullimin tonë të gjakut sepse nxisin lirimin e oksidit nitrik. Kjo molekulë zgjeron enët e gjakut, rrit furnizimin me gjak dhe përpasoj ul presionin e gjakut. Për ju që jeni vegetarian, mund të merrni këto komponent përmes panxharit. Ato janë të larta në nitrate, të cilat trupi i konverton në oksid nitrik. Super ushqime të tjera që mund të përfshihen në dietën tuaj për të rritur qarkullimin tuaj janë zarzavatet me gjethe, qepa, hudhra, arrat dhe manaferat. Investoni në këpucë më cilësore. Një nga arsyet e endjes së këmbëve mund të jetë një zgjedhje e dobët e këpucëve. Sado elegante të jenë këpucët me taka të larta ose me maja, nuk i bëjnë asnjë favor trupit tuaj. Për më tepër, duhet të keni kujdes për madhësinë. Këpucët mund të sjellin një sër problemesh, por mos u shqetësoni. Kjo nuk do të thotë se ju duhet t'i hiqni qafe ato. Sigurohuni që të mos vishni ato për një kohë të gjatë dhe përpiquni të kërkoni alternativa të tjera, si për shembull atlete, të cilat ofrojnë mbështetje dhe ekuilibër më të mirë të këmbëve tuaja. Një person që ka një mënyrë jetese relativisht aktive bën 7.500 hapa çdo ditë. Kjo do të thotë që gjatë jetës së tij një person bën hapa të mjaftueshëm për të ecur rreth tokës 5 herë. Por të gjithë duhet t'i kushtojmë më shumë vëmendje shëndetit të këmbëve. Brejtësaj tregon se duhet të jeni më të vëmendshëm me problemet që ato shfaqin. Neglizhenca mund të çojë në probleme të rënda të imunitetit, madje të ndikojë drejt për së drejti edhe në krijimin e shqetësimeve. Nëse sindroma e këmbëve të fryra nuk është specifik për verën, ky çrregullim bëhet më i shpeshtë kur kemi temperatura dhe ndërlikon në jetën atyre që vuajnë prej tyre, citon Brightside. Në shumicën e rasteve, endja e këmbëve dhe e kyçeve është rezultat i grumbullimit të lëngjeve. Kjo fryrje është jo vetëm një ndjesi e pakëndshme, por mund të jetë edhe problem i dukshëm, i pakëndshëm nga pikpamja estetike, por mbi të gjitha i dhimbshëm dhe gjithashtu mund të kufizojë jetën e përditshme. Në fakt, faktorët mund të jenë ngrënia e ushqimeve të kripura, kalimi duke qëndruar shumë kohë ulur, veshja e këpucëve me taka të larta dhe veshje të ngushta si dhe të qenin mbi peshë. Këmbët e fryra janë pasojë e lëngjeve të tepërta që vijnë nga gjaku në enët limfatike. Prandaj grumbullimi i ujit në inde bën lëkurën të tendosur në prekje, por entja në këmbë është veçanërisht e theksuar në mbrëmje. Simptomat janë këmbët e rënda, vështirësi në veshjen e këpucëve dhe dhimbje në kyçe. Për më tepër, edema mund të shfaqet në mënyra nga më të ndryshmet. Çrregullime të tjera që shpesh shoqërojnë edemën janë kruajtje, entje e rëndese, tension, mpirje, ngërçe të muskujve si dhe dhimbje gjatë natës. Nëse vëreni këto shqetësime, drejtohuni menjëherë tek mjeku juaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos se zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë